15 ushqime të nevojshme për një javë me ushqim të shëndetshëm. Nëse dëshiron të ushesh shëndetshëm gjatë gjithë javës pa shpenzuar shumë kohë apo para, gjithçka fillon me përgatitjen e duhur. Mjafton të kesh disa ushqime bazë në shtëpi dhe mund të përgatisësh 10 vakte të shijshme, të lehta dhe ushqyese. Më poshtë janë 15 ushqime që ja vlen t'i kesh gjithmonë në kuzhinë. Qiqrat të pasura me proteina dhe fibra mund të përdoren në sallata, gjell apo të piqen në furrë si një meze e shëndetshme. Mishi i pulës i lehtë për t'u gatuar dhe përputhet me shumë shije. Peshku i kuq i njohur për vlerat e larta ushqyese dhe yndyrnat e mira që ndihmojnë zemrën. Djathi i sojës, një alternativë bimore për ata që nuk konsumojnë produkte shtazore, shumë i përdorshëm në gjellëra ose sallata të ngrohta. Thjerrzat, shumë ushqyese dhe të shpejta për t'u zier, sidomos në ditët kur nuk ke kohë. Makarona, kur kombinohen me perime dhe pak vaj ulliri, mund të bëhen një vakt i plot dhe i shëndetshëm. Drithërat pa gluten, si quinoa, burim shumë i mirë proteinash dhe përgatitet shpejt. Tërshëra, zgjedhje ideale për mëngjes, por mund të përdoret edhe në ëmbëlsira të lehta. Lëngu i mishit apo i perimeve jep shije të mirë gjellëve dhe supave, por është edhe shumë i dobishëm për organizmin. Patatet të lira, të ngopura dhe mund të gatuhen në shumë mënyra. Spinaçi, plot me hekur dhe vitamina, mund të përdoret si shtesë në shumë pjata. Domatet të freskëta ose të ziera japin shije dhe ngjyrë çdo vakti. Vaji i ullirit, një ndër përbërësit më të shëndetshëm në kuzhinë, i përsosur për sallata apo për gatim. Qepët të domosdoshme në pothuajse çdo pjatë që kërkon shije dhe aromë. Mollët, fruti thjesht, që mund të merret kudo dhe të hahet në çdo moment të ditës. Me vetëm këto 15 përbërës, mund të përgatisësh shumë lloje gjellësh, supash, sallatash apo edhe ushqime të shpejta për mëngjes dhe darkë. Nuk ka nevojë për receta të ndërlikuara, mjafton pak kreativitet dhe përkushtim. Kujdesi për shëndetin fillon nga kuzhina. Mos haro, përgatitja është gjysma e suksesit. Mbaji këto ushqime në shtëpi dhe do të shohësh sa më lehtë bëhet të ushesh mirë gjatë gjithë javës.